Në një analizë me titull Vëllezërit shqiptar, autori serb Aleksej Kisiuhas argumenton se shqiptarët dhe serbët kanë më shumë të përbashkëta se sa ndasi, duke krahasuar protestat në Shqipëri me ato në Serbi dhe duke kritikuar stereotipet e rrënjosura ndaj shqiptarëve në shoqërinë serbe. Sipas tij, të dy popujt përballen me të njëjtat sfida: korrupsionin, shtetin e kapur dhe abuzimin me pushtetin. Asnjëherë nuk jemi përpjekur të i kuptojmë shqiptarët, para se gjithashtu ata në Kosovë dhe në luginën e Preshevës, por edhe ata në Shqipëri. Pikërisht aty po zhvillojnë protesta masive kundër qeverisë së Edi Ramës, të cilat ngjajnë aq shumë me problemet tona sa ngjashmëria është e pamohueshme, jo sepse janë produkti i së njëjtës dorë komplotiste të një revolucioni me ngjyra. Në Shqipëri protestat quhen revolucioni Flamingo, por sepse protestuesit reagojnë ndaj të njëjtave probleme të korrupsionit sistemik dhe shtetit të kapur, si edhe protestuesit në vendin tonë. Prandaj këto nuk janë thjesht lajme nga bota apo nga rajoni, të vendosura para sportit dhe parashikimit të motit, por një mësim serioz mbi mënyrën e qeverisjes autokratëve të korruptuar të Ballkanit. Janë pasqyra gjithçkaje që është e kalbur në të ashtu quajturin Ballkani i hapur. Dikur, në vitet 46-48, ekzistonin plane serioze për bashkimin e Jugosllavisë me Shqipërinë, apo për një Shqipëri së bashku me Kosovën si Republika e Shtat Jugoslave. Por jo shumë kohë më parë, gjatë viteve 98-99, pati edhe krime të tmerrshme lufte, të cilat sot preferojmë të injorojmë. Në këtë kuptim, bie në sy se edhe vetë shqiptarët pothuajse nuk ekzistojnë në mendsinë tonë dhe në memorandumet tona, përveç se si një armik mitik dhe i lashtë. Kështu ka ndodhur për të paktën 40 vjet, nga akademikët e vitit 86 deri tek studentët e vitit 2026. Madje një ministre aktuale deklaron pa hezitim se do ta pastronte etnikisht Kosovën, e megjithatë, duket se na bashkojnë shumë më tepër gjëra se sa na ndajnë. Pra armiku që nuk u përpoqëm kur ta njohim, sot mban pankarta në protesta. Si ndodhi kjo? Gjithçka nisi kur Ivanka Trump në korrik të vitit 2021 lundroi me jahtë përgjatë Bregdetit perëndimor të Shqipërisë dhe zbuloi në stilin e Kristofor Kolombit ishullin e Sazanit, dikur bazë ushtarake e kohës së Enver Hoxhës. Ajo dhe bashkëshorti i saj Xherit Kushner u mahnitën aq shumë nga ky ishull i paprekur dhe i pabanuar, sa vendosën të ndërtonin një kompleks gjigant turistik me vlerë 4 miliard dollar, me rreth 10.000 njësi akomoduese për turistë të pasur. Projekti i Kushner parashikon hotele luksoze, apartamente banimi dhe vila private, të ndërtuara brenda ekosistemit të mbrojtur të deltës Vjos-Nart. Në atë zonë jetojnë flamingo dhe më shumë se 200 lloje shpendësh, si edhe 10 specie të rrezikuara bimore dhe shtazore. Dikush ta shodroshi i Novi Sadit, apo siç thot Vučići, jam njeri normal, i dua zogjt. Më pas, qeveria shqiptare e shpalli kompaninë Atlantic Incubation Partners, e lidhur ngushtë me firmën e Kushner, investitor strategjik, duke i mundsuar procedurat të përshpejtuara për miratimin e projektit. Ndryshuan edhe ligjet për zonat e mbrojtura natyrore. Tingëllon e njohur, në maj buldozerët nisën të hapnin rrugë hyrëse përmes ekosistemit të mbrojtur të Vjos-Nartës, të hiqnin në rërën bregdetare dhe pyet me pisha, si edhe të rrethonin pjesë të kantierit. Këto ndërhyrje shkaktuan reagim të fortë publik, të nxitur edhe nga pamjet e shkatrimit të natyrës e përplasjet mes protestuesve dhe rojeve private. Po, tingëllon e njohur, kjo polemik ndërtimore, mafioze dhe mjedisore u shndërrua shpejt në valën më të madhe të protestave në Shqipëri, që nga rënja e regjimit komunist. Revolucioni i Flamingo lodhi aktivistë të mjedisit, student, punëtor, artist, pjesëtar të diasporës dhe shumë nisma qytetare. Protestat u zgjeruan në një lëvizje më të gjerë kundër korrupsionit, shtetit të kapur, pabarazisë ekonomike dhe modelit të zhvillimit që, sipas tyre, favorizon elitat politike, oligarkët dhe investitorët e huaj në dëm të interesit publik. Vëllezër shqiptar me të vërtet. Çfarë ndodhi më pas? Prokuroria e posaçme e Shqipërisë kundër korrupsionit, SPAK, lidhi pjesë të këtij projekti me një hetim më të gjerë për trafik kokaine dhe pastrim parash. Dikush tha shtabi i përgjithshëm në Serbi apo prokuroria për krimin e organizuar. SPAK ngriti sekuestro mbi pasuritë e një kompanie të lidhur me projektin dhe lëshoi rreth 20 urdhër arreste ndaj disa investitorëve. Megjithatë, që në ditët e para të demonstratave, regjimi nisi procedime penale ndaj 85 protestuesve për prishje të rendit publik dhe pjesëmarrje në tupime të paligjshme, ndërsa organizatorët u kërcënuan me vdekje. Kundër protestuesve, përfshirë familje me fëmijë, u përdorën topa ujë, gaz lotësjellës, spray me piper, shkopi ngome dhe mjete të tjera të njohura. Nuk ka asnjë mundësi që ky investim të ndalet sa koja mu në këtë detyrë, deklaroi Rama. Sipas tij, protestat janë pjesë e një lufte hibride kundër Shqipërisë dhe ai paralajmëroi për veprimtarinë e agjentëve të huaj që nxisin fushata dezinformimi. Secili ka ustashët dhe mediat e shulakut të vet. Shqiptarët, thoni ju, për shumë qytetarë të Serbisë, shqiptarët nuk ekzistojnë si njerëz me bindje politike, shoqëri civile, frikra dhe dashuri, shije muzikore, humor apo arsye për qenë të pakënaqur me qeverinë e tyre.
Vend të kësaj, ekziston një përfytyrim i shqiptarëve si kërcënues, primitiv, fajtor dhe të reduktuar vetëm tek çështja e Kosovës ose tek roli që u kanë caktuar mediat e regjimit. Shqiptari si njeri me emër dhe mbiemër, me punë, kredi banese, fëmijë në kopsh dhe mosbesim ndaj politikanëve të korruptuar, thuajse mungon nga opinioni publik në Serbi. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj vizitoi së fundmi Bujanocin dhe Preshevën. A e di me emrin e tij? Mediat pranë pushtetit pothuajse heshtën sikur vizita të mos kishte ndodhur, sa e djathta reagoi me zemërim. Ndoshta kjo nuk do të ishte për t'u habitur, po të mos ishte ajo që po ndodh tani në Shqipëri dhe në Serbi. Në vend të si e munda revolucionin me ngjyra, duket sikur është shkruar një manual praktik për autokratët ballkanik, ose si t'u ashesësh pasuritë minerare kinezëve, më saktë, si t'u ashesësh Bregdetin amerikanëve. Sot protestuesit në Shqipëri nuk kundërshtojnë vetëm qeverinë, por të gjithë klasën politike, përfshirë edhe drejtuesit kryesor të opozitës. Ata i kanë zgjeruar kërkesat nga mbrojtja e Bregdetit dhe natyrës shqiptare në një hetim të plotë akuzave për korrupsion, duke kërkuar ndryshimin e modelit ekonomik që sipas tyre mbështetet te krimi i organizuar dhe ndikimi i strukturave oligarkike dhe partijake. Kushdo që ka ndjekur për 5 minuta protestat në Serbi gjatë një viti e gjysmë të fundit, do ta njohë këtë model si diçka shumë të njohur. Kjo nuk është ndonjë kuriozitet që kërkon shpjegime të thella, bëhet fjalë për sistemin standard të funksionimit të regjimeve autokratike ballkanike, qëndrimi i gjatë në pushtet, mediat e kapura, dhuna policore paraqitur si ruajtje e rendit dhe stabilitetit, akuzat për ndërhyrje të huaj kundër qytetarëve të vet dhe afrimi me çdo investitor të korruptuar, qoftë nga Kina, Emiratet apo Amerika. Ironia më e hidhur është kjo: popullsia që për dekada në diskursin publik serb është paraqitur si e padukshme, e rrezikshme dhe shpesh nënjerëzore, sot në Tiranë bën pikërisht atë që banorët e Beogradit, Novi Sadit, Nishit, Novi Pazarit dhe Savino Selos bëjnë që nga nëntori viti 2024, qëndrojnë në rrugë duke kërkuar që pushteti t'u jap llogari qytetarëve dhe përballen me shkopin gome e arrestime, ndërsa regjimi shpall armiq të popullit dhe të shtetit. Edhe ata janë të rinj dhe të lodhur, por nuk kanë ndërmend të dorëzohen. Megjithatë, me shumë gjas, shoqëria serbe do të mësojë shumë pak për këtë. Fund të fundit, prandaj kemi zhvendosur për herë të 6 varrin e Dimitrije Tucovicit nga sheshi Slavia, ndërsa varri masiv me 744 shqiptar të Kosovës në Batajnic sikur nuk ekziston. Një sistem shtetëror dhe mediatik që i ka shndërruar shqiptarët në kërcënim dhe terrorizëm shqiptar, në vend që t'i paraqes si një shoqëri të përbërë nga njerëz real, do ta injoroj lëvizjen protestuese revolucioni Flamingo. Por pse injorojnë edhe studentët në blokad? Nëse do ta paraqisnin seriozisht para publikut, do të rrezonin kufit mes nesh dhe atyre, më fuqishëm se çdo nismë diplomatike, politike apo e Hagës. Megjithatë, është më lehtë të ruhet imazhi i armikut që nuk e kemi njohur kurrë. Është shumë e vështirë kur në zemërimin e tij dallojmë një pasqyrim pothuajse të përsosur të zemërimit tonë.